Ka kaluar dhe je më mirë tani. Faleminderit shumë, sonte po dukesh edhe ti, shumë në rregull, shumë i qetë, i koncentruar, bukur po të përgëzoj, po të uroj. Faleminderit shumë. Edhe ti na ofron programe shumë të bukura dy herë në javë, si djali i ri që je, ato ta bëj kurti president Lumir Abdixhikun. Po. Ndëgjoj për ju dhe për dëgjuesit audiencën, ndëgjova pak parë një lajm që po sillej ky lajm dhe dolin titull Trumpi apo zonja Vjos që po duket ndoshta se pe bëjmë një krahasim këtu, një analogji që ju kujtohet ju fare mirë para një kohë gjatë kur ishte zonja Atifete, u hap një letër aty një farë zarfi vogël dhe doli tjetë presidente. Ajo që i bie se ajo dora fortë e Amerikës, ajo dora hekurt, mundet me ndiku, ndoshta edhe me bo një lloj rekapitulimi, që me thonë edhe një rikthim të zonës Vjos, pavarësisht se ato fërkimet që i patën ato disa mosmarrveshje të vogla dhe ato krejt kohët e fundit, jo taku me Tiranën, se me Tiranën edhe Dresi mu taku ja Shesherrin, por sidoqoftë meritat nuk mund t'i mohohet, mund të rikthehet, por duket sonte është një lajm pak më i ri se nëse presidenti i Amerikës ose departamenti amerikan merr shumë për çështje serioze dhe tu nis nga fakti i dytë që është më i fuqishëm se kjo thuja e Amerikës, është se asnjë një person të gjitha partive nuk mund të jetë më i fuqishëm e më aktual se zonja Vjos, se tek e fundit ajo edhe ka fut në binar presidencën, ajo ka në dorë presidencën, ajo ka përvojën, që është presidenti që 5 vite, dhe Lumir Abdixhiku nuk mund të jetë sado që ai tenton, nuk mund të jetë president për shkak se ai nuk ka imigjin e një presidenti, është fut vonë politik, ka dështu bukur shumë vena, në asnjë komunë s'ka marrë nominim vota dhe nuk është as popullor që të bëhet president. Unë kështu mendoj. Të kuptoj zot Rigani, falenderoj shumë edhe një herë për kohën tuaj. Falenderoj edhe ju që më dha hapësirë, natën e mirë, përshëndesim. Përshëndesim edhe nga studio. Falenderojmë dhe zot Rigani Mehmetaj, vazhdojmë me komente të tjera, mirëmbrëma për ty. Alo. Alo, mirëmbrëma. Përshëndetje edhe juve, kush po na telefonon? Telefonon Ramoni është prej Kashaniku Gjetër. Mirë se vjen zoti Rahman. Mirë se ju gjej. Eni mirë se jeni korrekt? Unë jam mirë, besoj që të jeni mirë. Faleminderit. Çka mendon? A do ta bëj kurti president Lumir Abdixhikun? A është e mundur kjo? Jo, nuk besoj që Lumiri do të bëhet kryetar. Është e pamundur, a? E pamundur, është. Ashtu kështu, edhe asnjë prej opozitës nuk besoj që do të bëhet kryetar. Mund pëlqej ai paraforcë, që ke dytë e tretë paraforcë, që përmend edhe Ilaz Ramazin Kashanikut, krijuesi i Konstitutës Kashanikut, me të vërtetë është i Zoti, inshallah, se ditë është. Qef kemi edhe kjo më kanë, se i mirë është, i pavarur është, person që ka shpall para 30 vite dhe shtetë Kosovën, edhe i Zoti është, ka fjalë. Po, mendoni që mund të zgjidhet çështja e presidentit apo duhet të shkojmë në zgjedhje të reja, sa i përket çështjes së presidentit? Nëse shkojmë në zgjedhje të reja, edhe nëse është mos zgjedh kryetari prej shtetit, prej qytetarëve, besoj që Ilaz Ramoli do ta merr. E kuptoj zotëri Rahman. Falenderoj shumë. Mendimi është i Zoti, është. E kuptoj. Po. E meriton sipas juve. Falenderoj shumë. E meriton, me vërtet e meriton, s'ka fjalë atë. Të përshëndesim shumë nga studio. Faleminderit, kaloni mas miri. Edhe ju po ashtu. Faleminderit. Zot mirë për ty. Falenderoj dhe zotrin Rahman dhe të gjithë juve, presim dikon tjetër. Kemi telefonatën në vijim, mirëmbrëma për ty, kush po na tret. Është linja e ngarkuar. Përshëndetje për ty. Alo. Alo. Përshëndetje. Ndalja zërin televizorit, në këtë mënyrë nuk mund të flasim. Vazhdojmë një telefonat tjetër, miqtë mi, kur thirrni në emision gjithmonë ndalja në zërin televizorit, ose qëndroni në një ambient më të qetë. Ndryshe është e pamundur, i përsëritet zëri, miqtë mi. E kemi dikën tjetër. Kështu të tregjia jonë e mrekullueshme, mirëmbrëma për ty. Alo. Alo, mirëmbrëma. Edhe për ty, po kush po na tret? Abeja nga Podiva. Mirë se vjen Abeja, po si e sonte, a e mirë? Mirë jemi sjeni ju. Unë mirë, ka dhe gjithmonë mirë me juve, kënaqësi që ju kemi gjithmonë. Kënaqësi që kemi edhe ju në këtë emisione shumë të mira, të pëlqyeshme për shikuesit. Faleminderit shumë, po mundohem të jem tash më transparent për të gjithë.
Ti kuptoj të gjithë me që na trasin. Po. Zotri Abeja, çka mendon, a do ta bëj Kurti president Lumir Abdixhiku? A është e mundur kjo? Po ndoshta mund të jetë e mundur, por unë mendoj që Lumir Abdixhiku nuk e meriton me qenë president, Pse nuk e meriton? sepse unë mendoj sepse nuk ka predispozita për këtë detyrë, Po? nuk ka një uri, nuk mund të delë gjithë kësaj pune, e njohëm kush është çfarë veprimesh ka bua dhe bën, por unë mendoj që për president të Kosovës ose presidente, mendoj që mund të jenë vetëm 3 vetë kandidatë të cilët janë të sinqertë, serioz, Cilët janë ata? dhe që kanë predispozita, kanë aftësi, janë treguar me punën e tyre se vërtet punojnë për çështjen kombëtare, për me zhvilluar këtë vend në aspektin politik, shkentor, kulturor, ekonomik e përgjitha. Unë mendoj që e para që është tani që ka marrë pozitën e presidentes në vend të asona që shkoi Vjosa Osmani, meriton Albulina Haxhiu. Po? Në dy, Ajo është udhëheqës e detyrës. Albulina Haxhiu është udhëheqës e detyrës së presidentit tash, po. po tash është ajo, por unë mendoj që ajo meriton me qenë presidente për 5 vite tashme. Mirë po, unë mendoj që edhe është zonja Donika Gërvalla, që është shumë e aftë, shumë e përgatitur për këtë detyrë, mendoj që ajo meriton. Dhe në tre, mendoj që meriton edhe Glauco Njusta që të jetë presidenti i Kosovës. E kuptoj, nderuar Abeja, të falenderoj shumë ndonjëherë. Faleminderit, natën e mirë. Përshëndesim shumë, natën e mirë, gjithë të mirat. E falenderojmë Abejan dhe të gjithë juve, kemi shumë telefonues në pritje. Është një numër shumë i madh, regjia thotë shumë thirrje kemi. Faleminderit që jeni me neve. Mirëmbrëma për ty. Alo. Alo, mirëmbrëma Korab Rezepi. Përshëndetje, mirë se vjen zotri Musa Ajeti. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit shumë i nderuar Mus. Po diskutojmë për çështjen e presidentit, se a do ta bëj Albin Kurti president Lumir Abdixhikun. A është e mundur kjo që ta propozoj Albin Kurti? Albin Kurti s'munët mi bo kërkon bre president, duhet me i lonë bre këto sene, me i këshyr pak ma Po? reale qysh janë senet. Albini kërkon se bon president. Nuk e bën, a? Deputetet e kuvendit Kosovës e kanë detyrë me kushtetut, me të gjitha, e kanë për detyrë me caktue presidentin e ashum. Ajo është ekskluzivisht e detyre deputete. Nuk është më Albin Kurtit kjo. Edhe posti presidentit është post ceremonial. Na jemi parti, na jemi shtet parlament.